Çështja e përmendoreve, e lapidareve të varrezat, po mënohna me tregu pak e shumë se prej kat ka ardhë, por me marrë vesh ti vet a ban as ban. Atë kujtohet Kosova para luftës, e man men najtro. Ma ban halal që po tham kështu. Para luftës në Kosovë, u kanë spomenik i Titës ke mujt me gjetë, me kaspit tham spomenik, por me të kalzu mirë pe kajt vjen. Ke mujt me gjithë spomenikin e Borës edhe Tramizit, edhe në katun tonën, në kufi me Serbin, e kena pas një spomenik, i thojshmi spomenik i Saves, që ka pas spomenika one që i maj men para luftës. Që ta spomenika ke mujt me gjithë para luftës, por mendore, por këta trit. S'ke mujt me gjithë ma shumë. Tash baba ton, nana tona, vlazën ton kanë ba spomenika, krejt i kena ba. Prej ka e nërë kjo dhamë. Eran, apo doket Eran kështu që po të foli, po Eran o musliman. Eran se nuk e din ti qka kom hjek one. Tash për me marrë vesh pse po të foli qështu, po të kalzoj pse. Kur e kena nreq për mendorën e vlau tem që u vran luft, e ka nreq shoqëria tina, UÇK-ja, rjetet e UÇK-s jonarë dhe ka nreq. Nana jam, 2 motrat mia kanë flejt në koridor mes 4 dyrve e koridori jo që u kanë i nreqon, që ment edhe një asit e pije e holë për mi, edhe do si ngjera. Që aty ka flejt nana jam e na i kina shtin për mendore dhe 15.000 euro. A për mërvesh të shtipse po të foli kështu? Në po thujmë për shkak se më ka pla zemra. Tash kur isha më pëshim, vetat e ata që i nreqin, këto gurë të vorë, dejnë 6.000 ka ana jona nena, ka ana ku une jetoj, dejnë 6.000 po njofshin që kanë pagu mas shumë ti ka ana jonë. Sa ju kujtu që atina shqitësit. E paramendue 6.000 euro me ishti në varë. Nuk e di ku është shmenduria, tjetër kënë. Ati ki ven ku dush me qu. Ki ven ku t'ki shef me qu. Ki ven me qu ku dush qaj ishkan sadaka. Millën i pëmë. Ishkan sadaka, në që një uj, ishkan sadaka, banja jo 3-dimensional, 10-dimensional banja të vorët o vlohem nuk ka me të shku asë në sevap. Ma qarë zi qësh me të thanë. Por kundra zi, ke bo haram, wallahu alem, ja ke ranu edhe atina, te Allahu ka me dhanë logari, që aj, pse si ka kalzu e vladit vetë që zban kështo? Pse si ka kalzu e vladit vetë që zban kështo? Njani prej muslimanve, o shku të një varë një hoqës që ne kam shumë respekt për atë hoqën, edhe me ka qu fotografin e varët tina, me spomenik, edhe kam bindje që me pakana i gjallë që shtu ju kështë tanë, ja kënë nërej spomenikin. Nuk e di ka në ardhën këto, Allahem. Të është unë ju dokë në juve i trenë që ju foli kështë. Une jo maj që nuk jam në regull që foli të është i kështë në këtë ko. Jo, thajem. Une kur gjasë këmë të shu. Unë jam një pe që aty në shqiptarëve që e kena pas që tradit, që të kulturë, që të adet me që të kryje. Mosë më akuzëm mume. Ti ke ndryshu, jo une. E aty në që pretendojnë që ja o argumentojmë armikit tonë me vore që na jem këto babaden, aty në ja o argumentojnë me vore, e jo me qëmentat vore, e jo me 3-dimensionalet e vore. Ku kush s'pat nalë me qitë një gurit e vore, një gurit tranë, që që ka ba Rasulullah a.s. E ka marrë një gurit rana, e ka qitë të kryjt e vorit, ka thane një vorë në vlau tem me këta. Musliman nuk kanë, nuk kanë vlau taman një Rasulit a.s. Mi po qështu shprej Rasulit a.s. Për me kuptu njerëzit më mirë. Ama 3-dimensionale, me tut, ti shkon asajtë, doge që po të këshyrë. Kanë mësun këto, kanë ardhën këto, Allah në rujt, e në një movë gjithmonë. Mua njerë po thamë, ma bëne halal, ama ma mirë me ta thonë që shtu se sa ti mi aranu nanës tanë, e babës tanë, e vllaut tanë, edhe vetës. Cilën bedon, cila doket ma mirë. E përfon po thamë, lutë Allahun azugjel që në qofës është hakke që po thamë, me në dhonë Allahu azugjel sukses, me kanë halama i ko qitë në këta. E në qofë se për një me ku nga bu, lutë Allahun azugjel, me muzu Allahu azugjel mu edhe ty, unë ti thamë, amin doa stane, banë kështu doan, thuj Allahu me kë, në kofë që e ka hak për një maj. Në kofë që nuk është mirë, o zoe. Nëse thu kështu, unë e pëthamë, amin. Edhe njëjtën kohë për bajdohan për ty, Allahume në qohë se kete kanë mirë këta që për në reqin. O zona neve në ta, të bojmë edhe në kështu.
Allahu më nëqovë se për në me kanë gabu, fali, o zoj. Allahu azza wa jalla na drejtoftë në një mohë gjithmonë.